bukuria jonë që s'ka të çmuar me produkte natyrale, produkte që kemi në shtëpi, dhe Stella do të ndalet sot tek skrapi i buzëve, për buzë të eksfoliuara mirë, pa qelizat vdekura, të shëndetshme, të bukura dhe me një shkëlqim natyral. Të kemi këtë rezultat, si fillim janë një 2 etapa, kështu që duhet bëjmë skrabin si fillim dhe pastaj hidratimin e buzëve tona. Ky skrapi do t'i përmirësoj qarkullimin e gjakut, do t'i bëj ato të duken më të bukura, më të freskëta, më mishtore. Kafen që ndihmon në qarkullimin e gjakut. Për më tepër jep edhe pak ngjyrë, sepse do ta lëm disa kohë dhe kur e bën atë skrabin të buzët, ajo sikur ngelet pak ngjyra kafe, sikur i jep pak ngjyrë buzëve. Pra na duhet kafe për skrapin, kemi mjaltin, sheqerin, vaj kokosi, vetëm këto janë për skrapin. Le t'i përziejmë nga një masë për secilën. Hedhim nga një lugë, të të gjitha. Sheqerin, që është një eksfolius i shkëlqyeshëm. Mjalti e dim benefitet e mjaltit. Hidratues, antioksidues, në kombinim edhe me produktet e tjera patjetër që dhe vaj ka më kokosi. tepër efekt, dhe vaj kokosit për Ushqys. vazhdimin dhe ushqimin e lëkurës së buzës. Ja, ku është. Ky është skrabi, të cilit për fytyra të cilat nuk janë sensitive, mund të jetë edhe një skrap fytyra, pse jo? Skrapin për duar, që kemi treguar dhe herë tjetër. Po sot jemi fokusuar tek buzët. Te fytyra do më njanoja kafen. Do ta hiqja, sepse je pak atë si ngjyrë, si iritim, pastaj kështu që më mirë se buzët na duhen edhe pak me ngjyrë. Nëse do t'i kisha këto buzët e formuara mirë, do t'a kisha provuar tani. Ti që i ke të bukura... Unë nuk flas do tani, po i bëra dhe skrapin, kështu që po e bëjmë pak më vonë. Pas emisionit, po e provojmë. Okej, atëherë. S'ka nevojë fare të merret me lugë kjo, po ja. Shiko. Është një masë... Më shohini mirë të pjesa e buzëve, sepse edhe rritet pak volumi, edhe do ta lëm pak, edhe do ta lëm pak. Ja. Sepse duke rritur qarkullimin e gjakut, patjetër që përmirësohet edhe cilësia. Në lëkurë, e mira e kësaj është buzët që ngjit, qëndron, edhe i ushqen, do ta lëm pak minuta, se nuk është vetëm skrabi, po këto janë edhe të gjitha ushqyese. Kështu që siç jemi, atëherë. Këto do ta lëm pak. Letrën tani që kemi përdorur me sapunin, se shplajemi më pas, se tani këto punë duan pak rëmuj. Po sigurisht në kuzhinë kështu është, po nuk ka rëmuj, nuk ka punë. Ja. Kështu. Pra një skrap për buzët tuaja, për përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Do të kemi kafe, sheqer, mjalt edhe vaj kokosi. Pasi të keni mbaruar punë me skrapin, sigurisht do shplahen buzët, do t'i luajmë pak, nevojë për hidratim, pak shkëlqim edhe hidratim, pasi kemi nxjerr atë lëkurën e re, pasi kemi larguar qelizat e vdekura. Fiks fare. Do të përziejmë tani për hidratimin. Tu kemi vazelinën, vaj kokosi dhe pak limon. Atëherë, siç e kemi vazelinën, ose po përdorim këtë kup që kemi vazelinën këtu, hedhim. Do të shtojmë në të edhe... Dhe po ta shikosh, do hedhim 2 lugë, po ta shikosh ka shumë hidratim, si vazelina, si vaj kokosi, janë të dyja. Vazelina është me ngjyrë të kuqe. Ka dhe një gjë të mirë që vazelina të mbron shumë dhe nga efektet e mjedisit të jashtme, si ftoti, ashtu dhe i ngroti, sepse nuk është e thënë që duhet të jetë ftohtë, ne duhet i luajmë buzët, në verë dëmtojnë akoma më tepër. Po. Ja. Unë e kam marrë me ngjyrë që t'i japim edhe pak ngjyrë buzëve. Do t'i shtojmë dhe sa pika limoni? Do t'i shtojmë shumë pak. Ja, po e tregoj kështu, një maj luke. Okej. E përziejmë, pas skrapit të buzëve do t'i bëni një lyerje me këtë përzierjen hidratuese. Shiko, kjo buzë si buzë shkëlqim, ngjyrë e bukur, hidratim, buzë natyrale. Dhe mbas kësaj maske që mendoj që është e kompletuar,
si skrabi dhe hidratimi, do kemi buzët shumë bukra. Gati për të posur. Gati për të bërë foto një radhë parë. Jo, gati për të posur. Po tani kështu më vjen ta them foto për të parë terapinë natyrale të buzëve.